me të pa njerëzit në kokër të syrit. Njerë që hyra ke tegu, tash do të shohin akoma më shumë. Po, realisht, kur hyra ke tegu, ishën ato situatat e nxehta fare, shumë nxehta, shumë fare. Edhe hy ke tegu, ishin, më duket festat Black Friday, që janë 28-29 nëntor, shkoj me marri porosi, vetëm kur gjithë sytë e tegut, tek unë. Vajta u futa. Të pëlqen vëmendja ty? Çare, u ktheva mbrapshme. Hyra, po më prisnin njerëz, u ktheva mbrapshive. Pse u futem Big Brother? Nuk mundem ta them këtu, po realisht... Kur do ta thuash, në një podcast tjetër? Jo, s'ka lidhje podcasti. Si, për çfarë nuk mund ta thuash? Do ta them kur do takojmë jashtë. Ç'keti? Deri jashtë, zemra ime... Do jesh në Amerikë. Më kupton, paleku jam unë, paleku je ti, pale me kë je ti. Më kupton? Ti do jesh në Amerikë, unë do jem këtu më shikon nga televizori. Mos më bëj mua firo. Jo, s'është firo. Që të më thuash, unë nuk do ta them dërgë. Jo, s'është çështje firo. E para, nëse ty të bezdis, më erdhi ftesa. Nëse ty të bezdis vëmendja, po të shpjegoj çfarë emocionesh kam kaluar, jo se më bezdis, po të shpjegoj dhe ti tash po e sulmon atë çfarë unë po të shpjegoj. Unë po ndaj një gjë me ty që më erdhi habi. Po të pyes. Po tani unë po ndaj një gjë me ty dhe ti po e kthen në formë sulme. No, s'është sulm. Po të pyes. Po nuk ka vend se unë me ty po ndaj. S'ke përgjigje. Po jo më se ta kthe përgjigjen edhe për këtë. Po unë me ty po ndaj diçka që më vërtet ka bërë habi. Për këtë lloj fushë se unë... Po është normale, sepse tash kur njerëzit janë të ngulitur para televizorit, dhe unë këtë gjë thjesht po ta shpjegoj, po bëj muhabet, po hapem me ty, dhe ti po e përdor në formë sulme. Që po hapesh me mua me shoqen tënde të ngushtë. Po patjetër. Kemi një problem këtu, nëse do vije i shoqëruar në New York. Shoqja jote nuk më ka qef, dhe nuk e di arsyen pse. Ndoshta s'ka qef për formatin, mund ta pyesësh. Nuk ka dhënë muhabet, edhe se kam dhënë muhabet. Po patjetër më mund ta pyesësh. Është pak e tërhequr, nuk e kuptoj arsyen pse. As unë se kuptoj arsyen. Dhe më nxori dhe nga finalja. Po mirë, opinioni asaj, nuk të vuri faktike. Ky është problemi që keni me thoni llaf. Mo që unë nga finalja pa të varë turit, po jo më prit. Po si kam varë me turit, duke sikur kam varë turit. Pas angel peng, pas angel gosht. A, se lloj pengu. Unë ta them për arsye tjera. Ajo ma dha mesazhin me atë që ta. Edhe po e prisja, dhe Kristi më tha, dëgjoj me kujdes se çfarë do thotë. Po mirë. Por ideja është këtu, që kur ti vjen në Big Brother, po ashtu vjen edhe për vëmendje.